nuk je këtu, ti nuk e di se çfarë po heqim ne, është ky lloj viktimizimi që po, hajde këtu ti vuaj me mua, prandaj po them. Pastaj mund të thosh se të thojmë të votosh. Jo vllai dashur. S'ka unë se të vi të votojmë aty. Por unë kam kapacitetin ta kuptoj vuajtjen tënde nga larg. Kam mama, kam baba, kam vlla, kam X filan. Flas për ditën me ata. E di shumë mirë se çfarë po heqin ata. Pse duhet të vijë pikërisht unë të jetoj aty, por mund të ndihmoj. Biles, ndihma mund të jetë deri diku me forcë mund të japësh nga jashtë. Se jo vetëm resurse, po siç e thanë në këtë rast, nëse kjo do rikonfirmohet, ti ke një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe, se është margata jonë shumë e madhe, diaspora është shumë e madhe. Edhe është, le të themi, një bekim që do të hyjë një volum votash që është de facto dhe jure vëria si duash i pa kontrollueshëm. Jo Edi Rama ti Sali Berisha, po pas ka ardhur ai nga vari prapë të çohet, nuk ka çaj bën. Nuk ka çaj bën.